Dhjetra infermier të punësuar në spitalin e Tetovës përsëri protestuan për të kërkuar zgjidhjen e statusit të tyre dhe pagat e tyre të vonuara. Thanë se nuk kanë asnjë përkrahje nga sindikatat, ndërsa nga takimi fundit me drejtorin e spitalit thonë se nuk kanë pasur asnjë kontakt më me të. Spitali i Tetovës mbahet gjallë nga ne, por neve na kanë harruar. Ne nuk po kërkojmë dhurata, kërkojmë pagat tona të vonuara, kërkojmë kontratat tona të munguara, kërkojmë vendimet tona të merituara dhe premtuara. Boll më me rena. Sa kohë do të vazhdoj kjo padrejtësi, nuk do të heshtim, nuk do të ndalemi sepse ne nuk ka spitali pa ne gjallëri. Krye infermierja në Tetov tha se nëse infermierët që ju ka mbaruar kontrata nuk do të vazhdojnë punën, do të krijohet kollaps, ndërsa tha se shpresojnë të zgjedhin këtë problematik me emërimin e ministrit të ri. Besoni se paraprakisht është e vërtet se na u premtu se do ketë edhe konkurse, punësime, du jepen vendime të punësuarve. Preng ministri, normal se urnat ato premtimet vinë prej më lartë, nuk vinë prej këtu. Ne nuk mund t'i sejojmë ato gjëja. Edhe ndodhen që ndodhen, e dini si është situata, dhe ndodhi kjo. Ne gjithsesi jemi në pritje, si të zgjidhet ministri i ri, shpresojmë sa më shpejt edhe të zgjidhen edhe këto probleme, se gjithmonë personeli shëndetësor është deficit. Rreth 140 infermier kanë mbetur pa kontrata pune. Disa prej tyre kanë shumë vite që punojnë me status të pasgjidhur. Në dokumenti i cili rezultoni datës 24 qershor, thuhej se në vazhdën e realizimit të aktiviteteve që ndërlidhen me punësimet në institucionet e shëndetit publik, Ministria e Shëndetësisë ju urdhëron që të gjitha aktivitetet që ndërlidhen me punësimet të ndërpriten përkohësisht, pa marrë parasysh fazën në të cilën janë.